Tregu i Milotit, një investim i domosdoshëm që qytetarët e Veriut e kanë pritur prej vitësh të investim, por kjo nuk do të thotë që ky investim kaq i shumë pritur të kthehet në një aferë të madhe korruptive. Ky tender është një tjetër shembull i dyshimeve për tenderat e paracaktuar dhe shkelje të prokurimit publik. Tregu i Milotit, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për rreth 3.3 milion euro, paraqet një sër elementesh që ngrenë dyshime serioze mbi respektimin e ligjit për prokurimin publik dhe garantimin e konkurrencës së ndershme. Që në fazën e hartimit të dokumentave të tenderit, evidentohen kriterje kualifikuese të cilat duken qartësisht të orientuara drejt kufizimit të konkurrencës. Nuk është rastësi që në këtë procedurë morën pjesë vetëm operatorë shqiptar, ndërsa asnjë kompani e huaj nuk paraqiti ofertë. Ky fakt përforcon dyshimet se kriteret nuk janë hartuar për të nxitur konkurrencën, por për ta kufizuar atë. Procedura është vlerësuar me flamur të kuq, një tregues i njohur i rrezikut të lartë për shkelje të procedurave të prokurimit publik, dhe faktet që pasuan e bëjnë këtë alarm edhe më shqetësues. Në mënyrë të dyshim, pothuajse të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës u skualifikuan duke lënë në garë vetëm një ofertë dhe më pas u shpall automatikisht fituese. Kjo është një praktikë që cënon thelbin e konkurrencës dhe ngre pikpyetje serioze mbi objektivitetin e vlerësimit. Akoma më shqetësues është fakti se oferta fituese nuk ishte ajo me vlerë më të ulët ekonomike. Skualifikimi i ofertave më të favorshme për buxhetin dhe shpallja fituese një oferte më të shtrenjtë krijojnë dyshime për paracaktimin të fituesit dhe fryerjet e kostove që paguhen nga taksapaguesit shqiptar. Kjo procedurë paraqet të gjitha karakteristikat e një tenderi me mungesë të konkurrencës reale dhe me ekspozim të lartë ndaj korrupsionit, në kundërshtim me frymën dhe parimet themelore të ligjit për prokurimet publike. Si të mos mjaftonin këto problematika, deri në datën e kësaj deklarate, rezulton se megjithëse tabela informuese në terren njofton fillimin e punimeve në qershor të 2026-s, ende nuk ekziston një leje ndërtimi e miratuar dhe publikuar me vendim specifik në sistemin e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Si mund të shpallin apo të nisin punime publike pa u pajisur me parë me dokumentacionin ligjor të domosdoshëm? Kush mban përgjegjësi për këtë shkelje të mundshme të procedurave? Ne kërkojmë transparencë të plotë nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, verifikim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse dhe hetim të plotë të kësaj procedure për të garantuar që fondet publike të mos përdoren në funksion të interesave të ngushta, por në shërbim të qytetarëve. Qytetarët ndëshkohen për shkelje të vogla, ndërsa ndërtimet e tëra pa leje ngrihen përpara syve të autoriteteve. Territori i Shqipërisë nuk mund trajtohet si pronë private askujt. Koha e pandëshkueshmërisë duhet të marrë fund dhe çdo përgjegjës për lejimin apo tolerimin e ndërtimeve pa leje duhet të jap llogari para qytetarëve dhe drejtësisë.